kësaj me sfidat është në varësi të sa intensitet ka kjo sfidë për ty dhe sa efort je ti pikërisht dhe në këtë moment të sfidës, sepse mund të ketë ardhur kjo përballje nga gjëra të vogla, po që ty të kanë raskapitur. Të lodhin. Dhe ti je pikërisht në momentin që ajo pika të derdh gotën, domethënë. Dhe prandaj them që është një koncept shumë i gjerë dhe kaq individual sa mund të ekzistojë ky mendimi ti biesh kur gjërat që mblodhin do t'i hedh fare nga jeta ime, do t'i nxjerr jashtë për shembull. Ky njeri mblodh, nuk e takoj më. Do t'i bëj blok fare numrit se më lodh. Dëgjoj nga këto gjëra unë për shembull në përditshmëri. Këtë gjë është shumë e thjeshtë ta bësh. Po nëse ky njeriu që të lodh është një familjar i yti, si mundesh ti të bësh blok, për shembull? Ose si mundesh ti të bësh indiferentin, sepse brenda na thret edhe ndjenja, edhe përgjegjshmëria, po dhe një